Policia ka zbardhur dinamikën e plotë të aksidentit në rrugën Vor-Fushkruj, ku mbetën të vdekur 4 të rinj mes natën e së mërkurës. Policia ka kthyer kamerat e sigurisë, ku duket se automjeti ku ndodheshin 4 të rinjt ka parakaluar 2 kamion që lëviznin në rrugën Vor-Fushkruj dhe më pas kanë hyrë sërish në karrexhatën në rrugë në sensin e drejtë dhe kanë vijuar udhëtimin, kur më pas janë përplasur me betonierën e ndaluar. Sipas dëshmisë, 24 vjeçarit ka deklaruar se sapo ka hyrë në rrugën kryesore, i është fikur mjeti, pasi i ka mbaruar nafta. Ka provuar ta ndezë 2 herë dhe më pas ka shkuar në një karburant aty afër për të marrë naftë. Sipas tij, ka harruar të ndezë bllokazhin e makinës. Në dëshminë e parë, shoferi nuk ka treguar të vërtetën dhe ka thënë se ka qenë në lëvizje. Më pas në dëshminë e dytë, ka dhënë variantin e mësipërm. Ndërkohë, ka dyshime që këtij të fundit i është prishur betonierja dhe më pas i është fikur dhe nuk ka ndezur asnjë dritë bllokazhi dhe nuk ka vendosur as sinjalistikën në rrugë, tregon që vendoset në rast defektesh kur lën makinën në rrugë. Grupi hetimor dyshon se përplasja ka qenë e fortë për shkak të shpejtësisë së lartë dhe mungesës së fushpamjes, për shkak se mjeti ka parakaluar dhe nuk e ka parë betonierën e ndaluar, sepse ka qenë errësirë dhe drejtuesi i betonierës nuk ka vendosur asnjë sinjalistik. Bazuar në ekspertizën e kryer nga grupi hetimor, ku është përplasur me betoniere, mjeti ku ndodheshin 4 të rinjt ka qenë me shpejtësi rreth 140 km/h. Sipas dinamikës së ngjarjes ku mbërritin rinas në një fluturim nga Gjermania, Eril Dlaçi, 20 vjeç, në aeroport ishin nisur të merrnin vëllain e tij të madh Eneidi, 25 vjeçar, me kushëririn e tyre Andi Laçi, 22 vjeç, dhe mik Endrikejt Kurti, 24 vjeç. Drejtuesi i betonierës Aleksandër Krashi, 24 vjeç, u largua nga vendngjarja, i ndihmuar nga kushëriri i tij Valentin Krashi, 25 vjeç. Një nga arsyet pse nuk mund t'i dorëzojë policisë ishte një fakt i rëndë. 24 vjeçari drejtonte betonierën pa pasur patent për këtë kategori mjeti. Policia e arrestoi bashkë me menaxherin e firmës së prodhimit të betonit Daniel Koxha, 34 vjeç, i cili akuzohet se nuk kishte marrë masa për pajisjen e betonierës me dokumentacionin e nevojshëm për qarkullim dhe kishte punësuar në të zezë drejtuesin e betonierës pa patent. Në kërkim, policia shpalli dhe administratorin e kësaj firme, një 27 vjeçar.